Andaj berzakh është diçka që është në mes. Prandaj njeriu posa të varroset, fillon një jetë të re në varrin e tij. Dhe kjo jetë, shikues nderuar, është shumë interesante, karakteristike. I ka veçoritë e veta, dallon nga bota e kësaj bote dhe dallon nga jeta e kësaj bote dhe dallon nga jeta e botës tjetër. Është diçka interesante. A thuva si fillon kjo botë? Bota e berzehut, jeta në varreza, si fillon? Fillimisht, ajo që na është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se njeriu posa të varroset. Ai i dëgjon krismat e këpucëve të atyre që kanë ardhur ta përcjellin deri në varr. Kur ata të largohen, mbetet i vetmuar në varrin e tij. Trupi nuk ka jetë, por tashmë është jetë shpirtrash. Nga se trupi është i vdekur, është vërtet, por shpirti i tij nuk vdes. Dhe trupi është i varrosur në varr, ndërsa shpirti qëndron mbi trupin brenda varrit. Kështu na është transmetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çfarë ndodh? Posa të largohen njerëzit nga i vdekuri, posa ta kenë përfunduar obligimin e fundit që e kishin ndaj tij. Largohen njerëzit, mbetet njeriu i vetmuar. Në këtë rast, shikues nderuar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se njeriu këtij të vdekurit i ngjajnë disa ngjarje shumë interesante. E para nga ato është se i vinë dy melek. I vinë dy melek, dy engjëj nga ana e Allahut azza wa jall. Cila është detyra e tyre? Cili është misioni i tyre? Ata e marrin këtë njeri dhe e ulin në varrin e tij, ato të shpirtin e tij, dhe i ja bëjnë 3 pyetje, të cilat janë të ndërlidhura ngushtë me jetën që e ka kaluar kur ka qenë i gjallë. Pyetja e parë është, i thonë, men rabbuk, kush është Zoti yt? Që nuk kupton për kë ke jetuar. Kush ka qenë më i madhi për ty në jetën e kësaj bote? Kënaqësinë e kujt e ke ndjekur? Dhe nga hidhrimi i kujt ke ikur? Kë e ke shpresuar në këtë jetë? Për kë ke punuar? Për kë ke jetuar? Kush është Zoti yt? Dhe këtu njerëzit do dallojnë në përgjigje, sikur që ka dalluar edhe jeta e tyre në raport me këtë pyetje. Disa kanë jetuar për epsh, disa për kënaqësitë kësaj bote. Disa njerëz kanë jetuar për veten e tyre, disa kanë jetuar për të tjerët, për të kënaqur të tjerët. Disa kanë jetuar pa qëllim, jetë pa kur farë qëllime dhe synime. Ndërsa disa kanë jetuar për Allahun. Në mëngjes kur janë ngritur, Zoti i tyre ka qenë Allahu. Dhe ka filluar me kënaqësinë e Allahut. Gjatë ditës janë munduar që të arrijnë kënaqësinë e Allahut. Kur janë ngrysur, janë munduar që edhe nata t'i kaplan me kënaqësinë e Allahut. Kur kanë ratë të flajnë, kanë ratë me kënaqësinë e Allahut. Kanë jetu për Allahun. Edhe me të tjerët janë lidhur në emër të Allahut. I kanë dashur në emër të Allahut. Dhe nëse kanë urrëtur diç, këtë e kanë bërë për hir të Allahut, për shkak se Allahu e ka urrëtur atë vepër. Andaj, këta njerëz dallojnë rrëndësisht nga të tjerët. Dhe duke u nisur nga ky dallim, do të dallojnë dhe përgjigjet e njerëzve në varr. Kush është Zoti yt? Zoti yt kush është? Men rabbuk. Pyetja e dytë që i bëhet njeriu në këtë varr është: ma dinuk? Feja jote. Çka nuk kupton me fejen? Përditshmëria jote, me çka ka qenë mbushur? Kush e ka rregulluar agjendën e përditshmërisë tënde? Kush? Dikush në agjendën e tij e ka që të fillon ditën me kafe. Dikush e ka që të fillon ditën në ora 10. Dikush në ora 7, për shkak se shkon punë. Dikush e fillon në ora, për shembull tash, në ora 5 për ta falë namazin e sabahut. Apo kush i ka përcaktuar prioritetet e jetës tënde? Kush i ka vendosur vijat në jetën tënde? Çfarë është e lejuar e çfarë është ndaluar? Ligji që në bazë të tij ke jetuar, cili ka qenë?
Dinuk, feja jote, kush ka qenë? Disa të përgjigjen në mënyrë ndryshme, disa nuk do din, çfarë duhet përgjigjem? Nuk din, të habitur, të hutuar, të friksuar, të tmerruar nga që e shohin, s'kan përgjigje. Nuk kanë përgjigje. Disa tjerë do të thonë, sikur si ja kanë qelluar në pyetjen e parë duke u përgjigjur, men rabbuk, kush është Zoti? Thon Allahu. Nëse kanë jetuar për Allahun dhe kanë jetuar me Allahun. Dhe të kjo pyetja e dytë, ma dinuk? Feja jote. Feja jote. Në çka ke besuar ti? Kush të ka mësuar besimin? Kush të ka mësuar jetën? Përgjigja e Islam. Islami. Dhe pyetja e tretë, men hadha ar-rajul alladhi bu'itha ilaykum? Çfarë din për këtë njeri që është dërguar te kjo? Kush është ky njeri? Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kërkon mbrojtje Zotit prej dënimit të varrit, e ka filluar me dënimin e varrit. Madje e ka quajtur fitnetul qabr, adhabil qabr, sprova e varrit, dënimi i varrit. Sepse në varr fillon njeriu dhe qartësohet situata se ku po shkon. Se sa je në dynja, mund të kesh punë të shumë mirë dhe mund të jesh për xhehenem lidhe. Se sa je në dynja, mund të kesh punë shumë keq, po je për xhenet lidhe. Ndoshta njeriu nuk e kap situatën në dynja se ku është. Kur shkon në varr, fillon gjërat edhe sqarohen. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, sprova më e rëndë e ummetit tim është sprova e varrit. Sprova më e rëndë për ummetin tim është sprova e varrit. Për këtë arsye, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin tjetër, meraku se s'do t'i varrosni të kurrë njerëzit, përndryshe unë do t'i isha lutë Zotit që t'u amundësonte të kuptoni se çfarë ndodh në varre. Po frika se s'do t'i varrosit me njerëzit, nuk ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë dua, që njerëzit të shihnin se çfarë ndodh në varre. Se s'do të varrose me njëri dhe kur të vdiste njëri vetëm do ta hidhnin ndoshta diku, e s'do ta varrosnin siç varroset dhe siç nderohet njeriu edhe mas vdekjes tij. E sa hadithe flasin për sprovën e varrit që nën kupton pyetjet e varrit. Kush është Zoti yt? Cila ishte ose është feja jote? Kush ka qenë profeti yt? Cili ka qenë libri tek i cili ti je orientuar në jetë? Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, profeti im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe libri që unë jam orientuar me të gjithë jetën është Kurani. Normalisht nuk është punë informacioni kjo punë që po i ditë ke për të përgjigj. Edhe një herë, nuk është punë informacioni kjo punë që po i ditë ke për të përgjigj. Se mund të ketë shumë qafira dhe munafik që e din përgjigjen. Po Zoti nuk ka për të dhënë mundësinë që ta japin përgjigjen. Pse? Sepse kjo varet se sa korrekt ke qenë ti me këto 4 gjëra në dynja. Sa korrekt ke qenë me këto 4 gjëra në dynja. Kështu që ai që ka qenë korrekt, i është përmbajt, do të përgjigjet. Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, profeti im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe libri im është Kurani. Aty në varr fillon ndahet meseleja e xhenetit, e xhehenemit, shpirti qysh në varr shkon on xhenet, on xhehenem. Shpirti, trupi është në varr, ndërsa shpirti shkon ose në xhenet ose në xhehenem. Qysh në varr fillojnë shpërblimet dhe qysh në varr fillojnë ndëshkimet. Për këtë arsye, thoshte Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sa herë kalonte pranë një varri qante dhe thoshte, varri është stacioni i parë i botës tjetër. Nëse njeriu e kalon varrin mirë, çdo gjë që vjen mbas varrit do të jetë mirësi për të. E nëse njeriu nuk e kalon varrin mirë, ka mundësi që të shërbejë si pastrim, po nëse nuk e pastron edhe varri, atëherë pastrimet e tij do të vazhdojnë më pas. Allahu na ruaj. Kështu që një njeri mund të vuajë në varr dhe mund të jetë ky stacioni i fundit i vuajtjes tij. Dhe mbas kiametit nuk vuan më kurrë. Po dikush, do më thonë që e kalon varrin me sukses, do thotë se s'ka mas një lloj sprove mas varrit ti.
Dhe për dikë që mund të vuaj në varr, jeta e varrit nuk mjafton për të pastruar, i bie që të vuaj edhe ditën e Kiametit. I bie që të pastrohet ndoshta edhe në zjarr xhenemit. Ka njerëz që janë aq llum saqë sprovat e kësaj bote si pastrojnë, sëmundjet e kësaj bote si pastrojnë, sikletet dhe hallet dhe brengat e kësaj bote si pastrojnë, agonia e vdekjes si pastron, dalja e shpirtit si pastron, dënimi i varrit si pastron, sprova e ringjalljes dhe daljes përpara Zotit dhe përballjes me xhenemin si pastron. Si pastron as dielli, që do të jetë afër kokave të njerëzve dhe djersët në të cilën zhyten njerëzit. Si sprovon, si pastron ndoshta as ndërmjetësimi i pejgamberit alayhis salam, apo ndërmjetësimi që bën besimtarët, apo ndërmjetësimi që do të bëjnë me lajket. Ndoshta se pastron as ndërmjetësimi i Zotit, pa që nuk e kap ndërmjetësimi i të Madhit Zot. E nëse nuk e zën edhe mëshira e Zotit që ta pastroj, atëherë i bie që ky njeri të pastrohet në zjarrin e xhenemit. Zoti na ruaj për zjarrit të xhenemit. Kështu që kjo është sprova e varrit, pyetjet që bëhen në varr dhe suksesi për të përgjigjur ndaj këtyre pyetjeve apo mos suksesi për të dhënë përgjigjen e duhur ndaj këtyre pyetjeve. Ka thënë poeti: "Laysa lil mar'i daran ghayra alladhi huwa baniha, in banaha bi khairin fataba maskanuhu wa in banaha bi sharrin fakhaba baniha." Nuk ka për njeriu shtëpi përveç sa asaj shtëpie që ndërton vet, nëse ndërton me të mira, lum për të ku do të jetojë, e nëse ndërton me gjunahe, mirë për të se çfarë e pret. Lut Allahun në Zotin e gjithësisë që varri i gjithë secilit prej nesh të jetë kopësht për kopështve të xhenetit, e Zoti na mundsoft që t'i përgjigjemi pyetjeve që do na bëhen varr me sukses. Amin. Jeta e varrit me shpirt nuk ka kuptim. Jeta e varrit veç me shpirt nuk ka kuptim. Jeta në varreza, simbas ehli sunetit dhe xhamatit, është edhe me trup edhe me shpirt. Dhe këte e vërtetojnë argumentet shariatike. Në veçanti hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë të qarta. Si fjala e vija hadithi i El-Barra bin Azib radiallahu anhu, e që është edhe hadithi i gjatë, më i gjati, rreth kësaj çështje që e përshkruan mënyrën që pejgamberi përshkruan sallallahu alaihi wasallam, që transmeton nga pejgamberi mënyrën e vdekjes, e marrjes së shpirtit nga melaçet robit besimtar dhe robit jo besimtar. E mbrana këtij hadithi, pejgamberi alayhi salatu wassalam e përshkruan dhe thotë se kur të futën robën në varr, shpirti i del i muslimanit dhe ngjitet lart, të shku të taku me laçe, të shku në qiell, të taku me laçe, qiellin e parë, 2, 3, 4, 5, 6 deri në qiellin e 7. E pastaj i kthehet poshtë. Kur ti kthehet shpirti poshtë, me laçe të shoqërojnë non stop sepse kanë futur në qefin. E kanë marrë qefin për gjenetit, me harum gjenetit dhe kanë futur shpirtin e besimtarit në atë qefin. Dhe e bartin. Ka poshtë njerëzit në tokë, e përgatisin gjenazen, i alajnë gjenazen, i apshtjellin gjenazen, i falin gjenazen, i çojnë të vorrë gjenazen dhe futin varreza. Në momentin që futin gjenazen në varreza me trup apo futet trupi në varr, kjo pjesa e hadithit është krejt. Ende pa përfundue mbulimin e varrit, me laçet e futi shpirti brenda. Me laçet ja futi shpirt më ranë, hop, e thënë qu, edhe e ullet, edhe hin me laqa, mon kërë o në kirë, edhe e pysin, men rabbuk, cëllë zotë ma dinuk, cëllë feshtja jote, o ma nebijuk edhe cëllë është pejgamberit. Pra, e futin shpirtin në trup dhe shpirti dhe trupi qohet. Po kjo qohet, qysh ngritet. Kjo është i përket botës el-gajb, botës tjetër krejt. Për ata nëse shtin kamerat më rana në varë, nuk bërin kur gjo. Anë fakt, fjallë pejgamberit janë hak, sepse Allahu ka thonë për te,
wa ma yantiqu anil hawa, nuk flet me hamendje, in huwa ila wahyun yuha. Ata që flet pejgamberi është inspirim, është shpallje, është frymzim prej të madhit Allah te barek ve taala. Ai flet hakun. Ai flet hakun. Ne mund gabojmë, ai zgabon. Në punë të shariatit, punë të fesë, kjo punë e fesë. Pra me shpirt dhe me trup. Pastaj është një meselë tjetër e ulemave që janë rreth 5 mendime parafasisht. Rreth asaj se çka bëhet tani me shpirt. Çka bëhet tani me shpirt? A rrin shpirti gjithë çaty? A del pe aty? A kthehet ka një herë? E kur rrin tani ai shpirt i besimtarit? Ka mendime të ulemave. Po. Por gjithsesi dënimi është me trup dhe me shpirt. Dhe melekul mauti kur vjen mi amar njeriu të shpirtin, atëherë ma njeriu e kupton se ma po ndahet prej kësaj dunjaje. Dhe nëse është shpirti i mirë, i del aq lehtë njeriu të shpirti dhe e marrin atë me lajket dhe vazhdon pastaj shpirti i tij rrugën e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e marrin shpirtin me lajket, e parfymosin me parfum të xhenetit dhe e veshin njeriun e vdekur me petkat të xhenetit dhe në varr i ashtrojnë një shtroje të xhenetit dhe pastaj e marrin që ta ngrisin qiell dhe duke ecë me lajket në për qiell bëjnë pyetje me lajket e qiellit edhe thënë, kush është ky njeri kaq i mirë që po i vjen kjo erë mirë? Thënë, ky është filani, i biri filanit, me atë emër që e ka pas në dunja, me emrat më të mirë. Ky është filani, i biri filanit. Dhe ngritet ky njeri deri në qiellin e 7 dhe e regjistrojnë në një libër i cili quhet Illijin, të njerëz të mirë. Dhe pastaj zbret shpirti në varr dhe i zgjerohet atij varri dhe i vjen një dritë, i vjen një fytyrë bukur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ban pyetje njeriu edhe thot, kush je ti? Ti që ke ardhur në varr, kush je ti se ti wallahi nuk vjen përveç se për hajër. Ti ke ardhur për të mirë. Thot, ana amaluka salih, unë jam puna jote e mirë. Unë jam namazi yt, unë jam agjerimi yt, unë jam zekati yt, unë jam haxhi yt, unë jam leximi i Kuranit tanë, unë jam dhikri yt, unë jam duaja yte, unë jam sjellja e mirë me tjerët, unë jam puna jote e mirë. E pastaj ky njeri e ban një dua. Çka thot? Thot, Rabbi aqimi s-sa'a, o Zot, bane kiametin. A është në varë me tanat mirat, bane kiametin. Pse? Nga se e din që në ahiret e ka dhe më mirë. Ndërsa ai njeriu i lig, a njeriu i keq, thot sallallahu alaihi wasallam, ai prishuri apo ai jo besimtari, kur e shet që ma melekul mauti po ja merr shpirtin, ai nuk don me dal, se e din ku ka me shku kur thiresh, o ti shpirti keq. Shpirti nuk don me dal, nuk është thirr me emër të mirë, atëherë shpirti shtërngohet në për trup. Thot sallallahu alaihi wasallam, i nxjerrin shpirtin me zor, sa që nuk mbetet damar në trup pa ju kput. E nxjerrin shpirtin si kur atë leshin e lagur kur e nxjerr prej therrave. Kështu ja nxjerrin shpirtin, e parfymosin me parfym të xhehenemit, e veshin me petka të xhehenemit dhe e marrin me lajket që ta ngritin qiell. Kur arrin qiellin e parë, nuk hapet qielli. Qielli i parë nuk i hapet. Deri kur, thot Allahu Azza wa Jall, hatta yelija al-jamalu fi sammi al-khiyat. A di kur do të hapet qielli për te? Kur të hyn devja për birën e gjilpanës. Kur ka me hi devja për birën e gjilpanës? Kur njëherë. Për atë njeri nuk hapet qielli as njëherë. Atër me lajket e hudhin këtë shpirt keq prej në qiell në tokë
dhe pastaj regjistrohet në një libër i cili quhet Sijjin, ku janë emrat e njerëzve të këqij. Dhe pastaj këtij njeriu i vjen një fytyrë, jo si atij të parit. I vjen një fytyrë e shëmtuar, një fytyrë e trishtueshme. Thot kush je ti se ti wallahi nuk vjen për vetë se për sherr. Ti s'ke ardhur tu për të mirë, ti ke ardhur për sherr. Thot ana amaluka sayyi, un jam puna jote e keqe. Un jam lënia e namazit tant. Un jam ajo ditë kur ti e ke prish Ramazanin. Un jam ajo pasuri që ti se ke dhënë zekatin. Un jam mos respektimi që ti u a ke bë prindërve tu. Un jam ajo sjellja e keqe ndaj tjerëve. Un jam gibeti jot. Un jam fjala jote e rrejshme. Un jam puna jote e keqe. Atëherë edhe ky njeri e bën një dua. Çka thot? Thot Rabbi la tuqimi saa, o Zot, mos e ban kiametin. A duke qenë në varë, duke qenë në dënim të Allahut, thot o Zot mos e ban kiametin. Pse? Nga se ai e din që pas ringjalljes dënimi Allahut është edhe më i rëndë. Dhe kështu fillon jeta e njerëzve në varreza. Kjo është një botë në veti, kjo nuk është ahireti, as nuk është dunjaja. Është jeta e varrezave, e cila e ka berzakh, jeta e berzahut. Thot Allahu Azza wa Jall, wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun. Pas kësaj dunjaje, njerëzit janë në berzakh, në këtë jetën e varrezave deri në ditën kur do të ringjallen. A këta që kanë vdek ma herët, ku janë? Janë në berzakh, janë në botën e varrezave. Dhe varri është një botë, është një jetë, është një shtëpi për secili njeri. Dhe thot një prej dietarëve, o varr, çka është puna jote? Thot prej secilit që ikim në dunja e lam mbrapa. Përveç teje, sa ma shumë që ikim prej teje, ti del për para. A varri është vendi i secilit njeri. Ti ik prej punëve të dunjas, sa ma shumë që ik, i len mbrapa. Prej varrit, sa ma shumë që ik, prap varri del për para. Nuk ka qare, pa arë një ditë momenti që me hynë varë. E Uthmani radiallahu anhu, gjdo herë që përmende i varri, qante Uthmani shumë. I thonin, o Uthman, përmendet xhenemi, ti nuk qanat shumë. Përmendet xheneti, ti nuk qanat shumë. Po kur përmendet varri, ti s'ndalesh të qajt. Thonë të Uthmani radiallahu anhu, po, varri është rruga e parë me cilën njeriu fillon për në ahiret. Prin varr fillon, e pastaj nuk dihet ku përfundon. Megjithatë varri është shtëpia e secilit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri daghta. Varri e ka një shtërngim. Lau nëgja minha ahad, la nëgja minha Saad ibn Muadh. Si kur të kishte shpëtu dikush, prej shtërngimit varit, kishte me shpëtu Saad ibn Muadh. Do në thot, s'ka me shpëtu askush, prej shtërngimit varit. Kanë thonë djetarët, edhe të mirët edhe të këqit, edhe të mirët edhe të këqit. Edhe muslimant edhe jo muslimant, dë gjithë. Po është një dalim, si i shtërngon varri ata, atë keqin e shtërngon varri si dënim, ndërsa atë mirin e shtërngon varri si përmallim, nga se ne jemi kriju prej toke. Thot Allahu Azza wa Jall, minha khalaqnakum, prej toke ju kemi kriju, wa fiha nu'idukum, në tokë kemi me ju kthy, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, prej toke kemi me ju nxjerrë edhe një herë. Njeriu kthehet në tokë, si kur nana kur përmallohet për fëmin që se ka pa kohë gjatë, dhe kur vjen nana e shtërngon e vladin, thot ashtu toka e shtërngon atë njeriu në mirë i cili është prej toke.
Dhe pastaj fillon jeta në varë. Deri kur? Deri në momentin që njerëzit do të ringjallen para Allah.